Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Unë dua që t'ju falenderoj që jeni me mua sot. Më lejoni që ta thellojmë pak këtë bisedë. Lumturia ka lidhje me ndodhit, kurse gëzimi me Jezusin. Çfarë mendoni se është kjo? Unë nuk mendoj se e kuptojmë vërtet se çfarë na bën të lumtur. Unë mendoj se shumë herë mendojmë se është fama apo mendojmë se është bollëku. Ne mendojmë se janë arritjet tona, gjërat e kësaj natyre në vend të një marrëdhënie të vërtet me Zotin dhe duke ecur me të. Nëna dhe babai im ishin shumë të varfër sepse ata ishin predikues në kisha të vogla. Unë e pash gëzimin që ata kishin në jetën e tyre dhe nuk kishin shumë bollëk, por ata kishin Zotin dhe ata ecën me të. Ishte jashtëzakonshme të shije se si e jetonin jetën e tyre. E mrekullueshme. Mandisa, ti erdhe në jetën tonë në vitin 2006, kur ishe finaliste e programit American Idol, që nga ajo kohë ti ke nxjerrë 6 albume dhe personaliteti yt i gjallë është një forcë e furishme për suksesin që ke në muzikë. Por ka qenë një kohë kur ti e humbe gëzimin tënd, apo jo? Na trego për këtë. Në fakt, ka ndodhur kohët e fundit. Albumi im i parafundit, nga dhjemtar, u frymëzua nga mikja ime, Kisha. Ajo ishte shtatzan me fëmijën e saj të dytë kur u diagnostikua me kancer gjiri. Prandaj duhet ta bëj këtë këngë për ta ndihmuar atë që të vazhdonte të luftonte deri në fund. Thjesht nuk e dija që fundi do të vinte kaq shpejt sa erdhi. Prandaj ndërsa lutesha për të, e besova vërtet se Perëndia do të shëronte atë këtu në tokë. Prandaj kur ajo shkoi tek Zoti, besimi im u trondit në një mënyrë që sinqerisht nuk e prisja. Mendoja se do të më ndodhte. U futa në një depresion të thellë për 3 vjet. Nuk bëja asgjë tjetër veç rria në shtëpi e u ktheva tek gjërat e mëparshme që gjithmonë ka qenë ushqimi. Prandaj është vërtet interesante që jam ulur në tavolinë tani. Tani mendoj për vitet që kalova duke qëndruar në vend, duke mbyllur veten nga bota. Nuk shkoja në kish, nuk hapja Biblën, nuk doja të lutesha, sepse isha e zemëruar me Perëndin. Dua të tregojmë sinqert. Ajo ka qenë koha më e vështirë e jetës time. Tani që Zoti më ka nxjerrë nga kjo gjendje përmes një seri e situatash, kam filluar të kuptoj vërtet se çfarë është bollëku. Edhe për këtë po lutem. Prandaj tani po përpiqem të mësoj se si në rrethanat ku gjendem, në vend që them Zot merri rrethanat ku gjendem e ndryshoj, them Zot, çfarë po përpiqesh të më mësosh në këto rrethana? Pjesë e kësaj është të ecë me gëzim, pavarësisht rrethanave ku ndodhem. Amen. Amen. E di se çfarë Kirk, njëherë nuk e di se nga më erdhi kjo, por dikush më dha për të lexuar një artikull, çfarë ndodh me unazat e njerëzve në Super Bowl. Dhe për të gjithë ata që janë në NFL, ato janë si grali shenjtë. Më kupton, nëse arrin te Super Bowli dhe nëse nuk ke një unaz, nuk ke arritur. Por shumë njerëz që kanë jetuar për këtë, e kanë marrë këtë dhe ti di disa prej këtyre historive, apo jo? Sigurisht, dua të them, unë kam trofe të mëparshëm dhe një unaz të kampionatit të konferencës nga universiteti që ishte gjithçka për mua kur isha në atë kohë. Kjo ishte ajo që ne ndiqnim, trajnerët tanë predikonin vazhdimisht dhe ndihej si një njeri i pakët derisa të fitoje kampionatin dhe pastaj arrita këtë. Unë nuk e di nëse kam parë më ato unaz që nga dita kur ma dorëzuan. Ato ditë erdhën dhe ikën. Dhe ajo që nuk ka ndryshuar është fakti që marrëdhëniet e mia me ata njerëz ishin ato që kanë vërtet rëndësi tani që kjo ka kaluar, jo ajo unaz. Madje as arritjet, tani është bukur të kesh arritje dhe kujtime të bukura suksesesh, por njerëzit janë ata që kanë vërtet rëndësi dhe vetëm gjë që dim se do të zjas për gjithë përjetësinë është fjala e Perëndisë dhe njerëzit. Nëse e drejt. Dhe e kupton që në fund të ditës kjo është ajo që dua vërtet, që në fund të jetës të mund të thuash unë lash një trashëgimi, jetova një jetë me bollëk dhe eca në rrugën që Zoti kishte për mua dhe njerëzit duhet të jenë në qendër të kësaj. Vërtet, shumë herë lexoj për njerëz që i vjen pas një qëllimi, qoftë ky në sport e madje edhe në shërbes. Dhe kur ja dalin, ndihen paksa vetëm kaq është, e dini, dhe gëzimi nuk ka të bëjë me ato që na ndodhin ne, por ka të bëjë me marrëdhënien që kemi me Jezus Krishtin. Ashtu është. Dhe është diçka madhështore të dish që ky gëzim është një vendim. Ne kemi po aq gëzim sa vendosim që të kemi, më kuptoni? Dhe kur jemi të krishterë, e dim se gëzimi ynë është i lidhur me atë që jeton brenda nesh. Amen.
Ndërsa ula me miqtë e mi dhe reflektuam mbi ato që ndam, edhe një herë u kujtova se gëzimi është një vendim. Një vendim që transformon jetën e njeriut. Dhe në minutat në vazhdim, do të ndaj me ju se si një jetë me gëzim është e nevojshme për të jetuar një jetë përtej së mahnitshmes. Nëse ka ndonjë vend në këtë tokë ku njerëzit duhet jenë të mbushur me gëzim, dikush padyshim që do të mendojë se janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por sondazhet më të fundit kanë treguar se vetëm 35% e amerikanëve janë shumë të lumtur. Depresioni prek më shumë se 19% e amerikanëve të rritur, çrregullimet me ankthin prekin 40 milion ose 18% të popullsisë. Në vitin 2016, një analizim të dhënash zbuloi se shkalla e vetvrasjeve në Amerikë ka kapur nivelin më të lartë në 30 vitet e fundit, duke u rritur me 64% mes grave dhe me 43% mes burrave. Dhe një studim mbarbotror me 90.000 njerëz tregoi se 10 vendet më të pasura në botë gjithashtu kanë edhe shkallën më të lartë të depresionit. Shtetet e Bashkuara kishin shkallën e dytë më të lartë dhe i kalonte vetëm Franca. Ajo që na tregon kjo është se gëzimi dhe lumturia jo domosdoshmërisht varen nga rrethanat tona. Dhe ata që kanë arsye më shumë për të qenë të gëzuar shpesh dalin që janë më të depresuarit. Prandaj le ta fillojmë këtë diskutim për gëzimin me 2 deklarata të thella që vijnë drejt për drejt nga Bibla. Kjo mund t'ju vijë si surprizë sepse edhe mua kështu më erdhi, edhe pse kam studiuar përgjatë viteve. Një nga gjërat e para që duhet të kuptojmë për gëzimin në Bibël është se Perëndia përjeton gëzimin. Isaia 62:5 thot: ashtu si i martuari gëzohet me nusën, kështu Perëndia do të gëzohet për ty. Biblia në fakt na mëson se Perëndia gëzohet me ne. Ai sheh poshtë njerëzimin dhe me disa prej nesh ai gëzohet më shumë se me të tjerët, por ai gëzohet. Isaia 65:19 thot: do të kënaqem me Jeruzalemin dhe do të gëzohem me popullin tim. Dhe Sofonia 3:17 thot: Zoti Perëndia yt në mes teje është i fuqishmi që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e tij do të qëndrojë në heshtje, do të gëzohet për ty me britma gëzimi. Unë nuk e di nëse keni menduar më parë për këtë, por Perëndia në qiell është një person i gëzueshëm. Dhe Perëndia gëzohet në ne. Ai na pëlqen ne. Nëse keni qenë në ndonjë kulturë ku shumë njerëz e shohin Perëndin si një perëndi të gjykimit, të ashpër dhe të zëmëruar gjithkohon, dëgjoni pak fjalën e Perëndis, Perëndia përjeton gëzimin. Dhe menjëherë pas kësaj ne duhet të kuptojmë se Perëndia do që ne të përjetojmë gëzimin. Nëse ai është një Perëndi i gëzueshëm, ai do që edhe krijesat e tij të jenë të gëzueshme. Për ata që besojnë Biblën, nuk ka diskutim, nuk ka dyshim për këtë. Atë që Perëndia e dëshiron për ne, ai e siguron për ne. Dëgjoni pak fjalët e Zotit Jezus tek Ungjilli i Gjonit. Këto gjëra ju a kam thënë, thot ai, që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Më vonë në kapitullin 17 ai thot: por tani unë po vit e ti dhe i them këto gjëra në botë, që gëzimi im të bëhet i plot në ta. Perëndia i plot fuqishëm do që gëzimi i tij të jetë gëzimi ynë. Ai do që përjetimi i gëzimit që ai ka në qiell të jetë edhe përjetimi ynë i gëzimit ndërsa jemi në këtë tokë. Dhe Bibla na e përshkruan këtë si gëzimi i tij. Bibla na thot se Perëndia jo vetëm do që ne të jemi të gëzuar, por dëgjoni nëse mund ta kuptoni këtë. Ai na urdhëron që të jemi të gëzuar. Ja se çfarë do të na thot te Filipianëve 4. Gëzohuni gjithnjë në Zotin, dhe në rast se nuk e kuptuat herën e parë, po ju a them përsëri, gëzohuni. Dhe mbase po mendoni se nuk mund të shkoni te dikush dhe t'i thoni: fillo ti je i gëzuar. Ne nuk mund ta urdhërojmë gëzimin, por unë do t'ju thoja pse jo. Ne duhet jemi në kontroll të qëndrimeve tona. Rob Morgan i thot: ju mund mos jeni në gjendje të gëzoheni në ngarkesën tuaj, por ju mund të gëzoheni në Zotin tuaj. Ju mund mos gjeni gëzim në situatën ku ndodheni, por ju mund të gjeni gëzim në shpëtimin tuaj. Prandaj të gëzohesh në Zotin do të thotë të mbahesh fort pas Zotit Jezus Krisht, të marrëdhënia e pandryshueshme me Zotin tuaj sovran, dhe ju do të shihni të gjitha cilësitë, dhuntit, premtimet dhe atributet e tij, dhe ai bëhet burimi i gëzimit tuaj. Kur ne lexojmë Dhjetën e Re, zbulojmë se shërbesa e Jezusit gjatë jetës së tij
ishte gjithmonë rrethuar nga gëzimi. Jezusi ishte njeri i gëzuar dhe kudo që ai shkonte, ai çonte gëzim. Kur ai lindi, ky ishte premtimi apo jo? Që ai do të sillte gëzim. Ne kemi një këngë që e këndojmë gjatë periudhës së Krishtlindjes, gëzohu bot, Zoti erdh. Dhe po të ndjekim atë gjatë shërbesës së tij, mahnitemi se sa shumë gëzim ai krijoi kudo ku shkoi. Është një shërbes gëzimi që gjendet në jetën e tij. Për shembull, një ditë ai shëroi një grua të korrusur dhe ajo drejtua menjëherë dhe përlëvdonte Perëndin. Dhe pastaj kemi lebrozin në Samari që u shërua nga Jezusi dhe u kthye për ta falendëruar atë dhe shkrimi na thot, u kthye mbrapa dhe përlëvdonte Perëndin me zë të lartë. Dhe pastaj kemi njeriu në çal te porta që quhej e bukura, i cili çohet dhe futet në tempull dhe ja se çfarë na thuhet, duke ecur, duke u hedhur dhe duke lavdëruar Perëndin. Ky është një burr i lumtur. Jezusi personifikonte gëzim dhe stili i tij personal e bënte kaq të natyrshme për të shprehur gëzimin. E shohim atë në një kremtim të gëzueshëm. E shohim atë në një shtëpi mikpritse, ne e shohim atë në përvetësimin e një thesari, e shohim atë te një monedhe humbur ose te një dele humbur, ose një njeri humbur. Në fakt, më kujtohet një nga librat e parë të Biblës që e kam dhënë mësim kur isha pastor i ri. Ishte Ungjilli sipas Gjonit. Dhe nuk shkoj mas më larg se kapitulli i 2 i Ungjillit sipas Gjonit përpara se të shohim Jezusin të bëj mrekullinë e tij të parë në një dasmë. Jezusi shkoi në një dasmë. Ai shkoi në një dasmë për të bërë një mrekulli që bëhet një nga mrekullitë simbol në librin e Gjonit, në mënyrë që ata që e pan atë mrekulli të besonin se ai ishte vërtet biri i Perëndis. Por nëse kthehemi pas në atë kapitull të librit të Gjonit në kapitullin 2 dhe lexojmë historinë e asaj dasme, do të shohim se Jezusi ishte përfshirë në kremtimin e një çifti të ri që po bënin betimet ndaj njëri tjetrit. Kur atyre ju mbarua vera, Jezusi e zgjidhi këtë problem. Ai ishte gjithmonë aty ku kishte gëzim. Unë kam zbuluar se gëzimi është atmosfera në cilën duhet jetohet jeta jon e krishterë. Kur Pali po u shkruante besimtarëve në Selanik, ai e zgjidhi një herë për gjithmonë këtë, i thot, jini gjithmonë të gëzuar. Gjithmonë. Dhe e dini ai gëzim është gjithmonë i pranishëm në çdo ngjarje madhore që ne përjetojmë si besimtar. Më lejoni t'ju bëj një pyetje, sa prej jush e kujtojnë ditën kur u shpëtuat, prit ju shoduart? A ishte një ditë e gëzuar? Sa ditë e gëzuar kur Jezusi largoi mëkatin nga mua. Gëzimi i shpëtimit është gëzimi kur ti kupton që nuk je më fajtor, por që je i falur dhe që Perëndia të ka dhënë dhuratën e jetës përjetshme dhe që do të kalosh përjetësinë me të. Shpëtimi është një kohë e gëzueshme. Në fakt Bibla na thot se kur një njeri është shpëtuar, Perëndia i plotfuqishëm organizon një festë në qiell. A e dinit këtë? Te Luka kapitulli 15, vargu 10, na thuhet kështu: do të ketë gëzim në mes të engjëjve të Perëndis për një mëkatar të vetëm që pendohet. Pra sa herë që dëgjojmë dikë që t'i jap dëshminë e tij të shpëtimit, kur ai ka ardhur te Krishti, ne të gjithë duhet gëzohemi për këtë sepse është një çast me gëzim të madh. Ktu fillon gjithçka. Dhe a dini se ky gëzim është i lidhur me pagëzimin? Është vërtet. Unë do doja që të gjithë ju të kishit qenë këtu mbrëm, ne patëm një pagëzim, ishte paksa me humor, por ishte plot gëzim. Ja se çfarë ndodhi, kishim një burr të madh dhe të gjatë, i cili u pagëzua mbrëm, një burr i madh dhe i gjatë. Dhe për ndonjë arsye, nuk e di se si ndodhi kjo, pastori ynë arab, Robert Helu, duhet ta pagëzonte atë burr. Dhe duhet ju tregoj se sa interesante ishte, sepse kur ata të dy shkuan tek vendi i pagëzimit, të gjithë njerëzit patën një lloj kukurisje në bashkësi, sepse të gjithë po mendonin se si do të realizonte ai pagëzimin. Pastori ishte kaq, ai burri ishte kaq. Nuk kam parë kur diçka të tillë në gjithë jetën time, kam gati 50 vjet që jam në kish. Roberti e pagëzoi atë me faza. Nuk po tallem, kështu bëri vërtet. Ai e futi pak në ujë, pastaj lëvizi, e futi edhe pak më shumë, pastaj lëvizi sërish, e futi sërish, e bëri siç duhet, po e pagëzoi atë djalë me faza. Dhe gjithë po qeshnin dhe po duartrokisnin dhe pastaj e u çua me një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Ishte një nga çastet më të gëzueshme që kam përjetuar në këtë kish prej kohësh. Pagëzimi. Më kujtohet koha kur isha pastor në Fort Wayne përpara shumë vitesh, kisha një mik të mrekullueshëm që ishte predikues në Maryland. E doja shumë atë sepse sa herë që isha me të më tregonte disa nga historitë më fantastike që kisha dëgjuar për atë që ndodhte në kishën e tij. Ai ishte një pastor i një kishe afër qendrës së qytetit dhe disa njerëz interesant vinin në kishën e tij dhe gjithmonë kishte një histori për të më treguar, nuk do ta harroj kurrë këtë. Më tha se një të diel një pastre kishte shkuar në kishën e tij. Dhe më tha se e dalloi që ishte i pastres se ishte pis edhe mbante erë. Dhe eci përpara dhe ul në rreshtin e parë dhe më pas tha se
ishte ngritur dhe kishte predikuar një mesazh mbi Ungjillin dhe u kishte treguar të gjithëve se si të gjenin Jezusin si shpëtimtar dhe pastaj shtoi kur mbaroi shërbesa i pari që doli ishte ky njeri. Më duhet t'ju them se kisha e miku tim besonte te pagëzimi i menjëhershëm, që do të thotë se nëse shpëtohesh sot, do të pagëzohesh përpara se të kthehesh në shtëpi, nuk linin hapësirë mes shpëtimit dhe pagëzimit. Ti pagëzohesh menjëherë pasi të shpëtohesh, nuk humbisnin kohë. Dhe ai pastaj e pranoi Krishtin në shërbesë dhe pastaj e pagëzua në fund të shërbesës. Tani nuk mendoj se kishte qenë ndonjëherë më përpara në kish. Dhe miku im më tha se kur ai doli nga uji, i ngriti duart drejt qiellit dhe tha hot dog, hot dog. Dhe pastori tha, ai Gjori nuk i kishte dëgjuar kur fjalët amen, aleluja, lavdi Zotit. E vetmja gjë që dinte ishte hot dog. Dhe kështu e shprehte gëzimin e tij. Ka gëzim në jetën e krishter, ka gëzim në shpëtimin, gëzim në pagëzimin. Dhe dini Biblia na thot se ky gëzim i krishter është kaq i veçantë sa madje shfaqet edhe në kohë vështirësish dhe sprovash. Një nga historitë e mia të preferuar në Bibël, madje mbas edhe juaja, është historia e Palit dhe Silës, që na tregohet në kapitullin e 16 të librit të Veprave, dhe ata i fusin në burg. Ju kujtohet kjo? Dhe përpara se t'i fusin në burg, i çojnë te shtylla dhe i rrahin. Dhe tani ndodhen në burg dhe ja se çfarë na thot Biblia tek Veprave 16 vargu 25, aty nga mesnata Pali dhe Sila po luteshin dhe i këndonin himne e Perëndis, dhe të burgosurit i dëgjonin. Tani ky lloj gëzimi që mund t'ju lumturojë në burg në mesnat, kur kurrizin e keni tërgjak dhe jeta juaj është në rrezik, ky është lloji i gëzimit që unë dua. Unë dua këtë lloj gëzimi. Ne mbase nuk mund të gëzohemi në barrën që kemi, por siç e mësuam, mund të gëzohemi në Zotin ton. Dhe gëzimi krishterë është kaq i pabesueshëm, sa madje qëndron me ne edhe kur ne vdesim. Unë kam qenë me të krishterë në çastet e fundit të jetës dhe kam parë buzëqeshje në fytyrat e tyre. Disa prej tyre më kanë thënë se kanë parë Jezusin gjatë kësaj kohe dhe që nuk do të ktheheshin këtu për asnjë gjë. Kur Pali ishte gati për t'i dhënë fund udhëtimit të tij, ai thot te Veprat 20, por unë nuk dua t'ja di fare, ai thot se të gjitha ato gjëra që po ndodhin rreth tij atë nuk e shqetësonin fare. Unë nuk dua t'ja di fare, këto gjëra nuk më pengojnë. Jetën time që nuk e çmoj aq, që të kryej me gëzim vrapimin tim. Gëzim deri në fund. Pra, në kapitullin 15 të librit të Gjonit, e gjitha kjo përmbledhet në vetëm pak fjalë dhe do t'ju ashtilloj këto pak fjalë. Nëse nuk e keni Biblën tuaj para, mund t'i shihni sepse do t'i shfaqim në ekran, mbajini shënim këto referenca. Le të flasim për një çast për burimin e gëzimit në jetën tuaj. Tashmë kemi treguar se ky gëzim vjen nga Jezusi. Dëgjojini fjalët e tij te Gjoni 15:11. Këto gjëra ju kam thënë që gëzimi im, thot Jezusi, që gëzimi im të qëndrojë në ju, thuajeni bashkë me mua, gëzimi im dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Jezusi tha, unë dua që gëzimi juaj të jetë rezultat i gëzimit tim. Ky gëzim është gëzimi i Krishtit. Ky gëzim është jeta e Zotit Jezus Krisht që po jetohet brenda nesh. Gëzimi i krishter është gëzimi i Krishtit te një i krishter. Gëzimi i krishter do thotë që ta lejojmë Krishtin të jetojë jetën e tij përmes nesh, që ne të bëhemi ashtu siç është ai. Pietri e quajti një hare të patregueshme dhe të lavdishme. Ky gëzim nuk varet nga ne, ai varet prej tij, dhe nëse ne do t'i besojmë atij, ai e prodhon këtë gëzim në zemrat tona. Dhe karakteristika e këtij gëzimi është se është plot me gëzim. Nuk është i papërsosur apo i paplot, nuk është gati një gëzim apo ndonjëherë gëzim, ky është një gëzim i përditshëm dhe 100% i plot. Dhe veçantia e këtij gëzimi na përshkruhet me fjalët që Pietri shkroi në kapitullin e parë të letrës së tij të parë. Le të shohim nëse arrim që ta kuptojmë këtë. Ja çfarë shkruan ai. Të cilin megjithse ju nuk e keni parë e doni, duke besuar në të megjithse tani nuk e shihni dhe nga zëlleheni me are të patregueshme dhe të lavdishme. Më lejoni të ndaloj për një çast dhe t'ju them se nëse po kërkoni gëzim jashtë Jezusit, po e humbisni kohën kot. Por jam këtu që t'ju them se ai gjithmonë është i hapur për këtë. Ai është gjithmonë gati që ju të shkoni tek ai. Dhe nëse doni gëzim, gëzim të vërtet, gëzim të mrekullueshëm, duhet ta lejoni Jezusin që të vijë në zemrën tuaj. Dhe nëse nuk e keni bërë këtë, shpresoj që ta bëni. Sepse gjithçka tjetër nuk do të funksionojë për ju nëse nuk e keni Jezusin në zemrën tuaj. Tek ai fillon çdo gjë. Biblia gjithashtu na thot se ky gëzim, që është gëzimi im, thot Jezusi, është gëzim i plot. Ky është gëzim i vazhdueshëm. Miq, e keni zbuluar ndonjëherë se sa e thjeshtë është që kënaqësia juaj e sotme të bëhet trishtimi i së nesërmes?
E keni vënë re se si ëmbëlsia e mëngjesit tuaj mund të shndrohet në hidhërim në mbrëmje? Apo miqtë që keni menduar që ishin miqtë tuaj dje, sot janë bërë miqtë tuaj? Ose urtësia që mendonit se ishte fantastike dje, duket kaq marrëzi sot. E vetmja gjë që ne ndajmë teksa bëjmë këtë udhtim së bashku me njerëzimin është fakti se asgjë në cilën përfshihemi nuk duket se zgjat shumë. Por gëzimi i Krishtit për cilin po flasim sot është një gëzim i vazhdueshëm që nuk mbaron, plotësisht i qëndrueshëm dhe i përhershëm. Ky gëzim nuk mbështetet te ndodhit, por përsoset te një person. Në një nga periudhat më të ulta në jetën e dishepujve të Jezusit, ditët kur ai sapo ju ishte marrë për të shkuar në kryq, në mes të pikëllimit dhe ankthit të tyre, Jezusi i ngushëlloi dishepujt e tij me këto fjalë, Gjoni 16:22. Kështu dhe ju tani jeni në dhembje. Por unë do t'ju shoh përsëri dhe zemra juaj do të gëzohet, dhe kjo është pjesa që më pëlqen, dhe askush nuk do t'ua heq gëzimin tuaj. Pra si mund ta marrim këtë gëzim? Ne tashmë kemi folur për faktin se ne duhet t'ia dorëzojmë jetën tonë Zotit Jezus Krisht. Ne duhet i japim Jezus Krishtit vendin e parë në jetën tonë. Unë duaj që ta them sërish, nëse nuk e njihni Jezus Krishtin, tek ai fillon gëzimi. Një nga gjërat që duhet bëjmë nëse duam që të kemi gëzim në jetën tonë është t'ia nënshtrojmë jetën frymës së Perëndis. Kuptoni që gëzimi është fryti i frymës. Dhe kur ne jemi të mbushur me frymën e Perëndis, ne e marrim këtë fryt. Ne flasim se si ti kultivojmë frytet, por nuk arrim t'i marrim ato. Ne duhet i besojmë Zotit Jezus Krisht, dhe pastaj fryma e Perëndis vjen për të jetuar në zemrën tonë. Dhe nëse duam që ky gëzim të jetë i plot dhe i përfunduar, ne duhet i themi Zotit Jezus dhe frymës së shenjtë: ja ku e ke jetën time. Bëj me të çfarë të duash. Unë mund t'ju kem thënë vite më parë se kur e kuptova në fillim rëndësinë për t'ia përkushtuar plotësisht jetën time Zotit, nuk doja që ta bëja, sepse për disa arsye në mendje mendoja se Perëndia do të më dërgonte në Afrikë. Për disa arsye mendova se nëse do t'i thosha Zot Jezus, ti mund ta marrësh jetën time, mendoja se nëse do ta bëja këtë do të përfundoja në ndonjë mision në Afrikë. Dhe tani e di që nuk do të kishte qenë aq keq, sepse shumë gjëra të mira po ndodhin aty. Por kuptoni që derisa të vini në atë vend kur nuk isha më unë por ai dhe isha i gatshëm të thoja Zot Jezus, ja ku e ke jetën time, projektoje ti atë dhe unë do të firmos në fund. U përballa me këtë herët në jetë kur besoja se Perëndia donte që të bëhesha predikues. Dhe gjatë kësaj kohe jam përfshirë plotësisht në industrinë e transmetimeve. Kam bërë kaq shumë kurse për industrinë e transmetimeve dhe fjalimeve. Dhe kam punuar në disa stacione radiofonike, sepse kjo është ajo që doja të bëja. Pastaj Perëndia më thirri për të predikuar dhe mendoja se gjëja më e keqe ishte se do të braktisja transmetimet dhe do të bëhesha predikues. Por Perëndia po më trajnonte për atë që ai e dinte se donte që të bëja këtu, dhe nuk do ta kisha zbuluar kurrë këtë nëse nuk do të kisha thënë Zot mirë, si të duash, do që të shkoj në seminar të bëhem predikues, ja ku jam. Dhe ajo që mendoja se ai mori nga unë, ai më ktheu shumë fish. Bibla thot, vendose fatin tënd te Zoti dhe ai çfarë? Do të plotësoj dëshirat e zemrës sate. Por kjo nuk fillon derisa të themi po, derisa të themi Zot Perëndi, unë dua gëzimin tënd, unë di që nuk do ta marr me rrugën time, prandaj ja ku jam, ja ku është ajo faqe në jetën time, unë kam firmosur në fund, ti plotësoj gjithë detajet. Së treti të studiojmë fjalën e Perëndis. E dini sepse? Sepse ajo është manuali i Perëndis për gëzimin. Ky është libri që Perëndia na dha në mënyrë që të dimë se si ta jetojmë jetën e krishterë. Dhe nëse doni që të mësoni për gëzimin, këtu e gjeni, ju do të gjeni gëzim kudo në këtë libër. Më lejoni t'ju them se nëse duam vërtet që gëzimi të kultivohet në jetën tonë, atëherë duhet ta ndajmë jetën me të tjerët. Kjo është mëse vërtet. Ne nuk do të mund të jemi dot të lumtur vetëm. Perëndia kurrë nuk ka pasur qëllim që të jemi të lumtur vetëm. Ai krijoi kishën që ne të mund të ishim së bashku. Sa prej jush e din se sa e vështirë do të ishte për të jetuar jetën e krishterë nëse nuk do të kishim kishën. Shikoni pak se në çkatraur ndodhet vendi ynë sot. Shikoni pak gjithë çmenduritë që po ndodhin. E dini, vetmi normalitet që ndjejmë është ai kur vim të dielën në kish. Pastaj na duhet të kthehemi në këtë botë të bërë lëmsh. Ne duhet të kemi njerëz të tjerë në jetën tonë. William Barclay thot, i krishteri është njeriu i gëzimit. I krishteri është kalorësi i qeshur i Krishtit. Një i krishteri ngrysur në thelb është një kontradikt dhe asgjë në të gjithë historitë fetare nuk i ka bërë më dëm krishtërimit sesa rrobat e zeza dhe fytyrat e ngrysura. Pasi e thash këtë në një shërbes më herët, dikush më kujtoi se kori ynë ishte i veshur me zeza. Por ju e kuptoni se për çfarë kam fjalën. Për mënyrën e ngrysur që shfaqin njerëzit. Krishtërimi është i gëzueshëm, një nga gjërat më fantastike që më thon njerëzit kur vizitojnë kishën tonë. Doktor Jeremia ka kaq shumë gëzim në kishën tuaj. A nuk duhet që të jetë kështu?
Nëse kemi Jezusin, a nuk duhet jemi të mbushur me gëzim? Gëzimi është ngjitës. Dhe për të infektuar nga kjo, ne duhet të ekspozojmë veten ndaj virusit dhe të bëhemi pjesë e epidemisë së bekuar. Amen. Prandaj nëse doni që t'jeni një njeri i gëzuar, gjë që unë kam mësuar me mënyrën e vështirë dhe disa prej jush e din, nëse doni t'jeni të gëzuar, qëndroni me njerëz të gëzuar. Mund thoni si mund t'i dalloj njerëzit me të cilët duhet shoqërohem me ta? Gjeni ata që janë të gëzuar, sepse nëse ata kanë gëzim të vërtet, tashmë keni zgjidhur problemin, keni gjetur njeriun e duhur. Gjeni njerëz të gëzuar, shoqërohuni me njerëz të gëzuar, bëhuni pjesë e epidemisë, merreni këtë virus, infektohuni me gëzimin e Jezus Krishtit. Amen. Prandaj më lejoni të kthehem te teksti i asaj këngë të vjetër që e këndonim kur ishim të vegjël, nëse do gëzim të vërtet, vetëm mrekulluar, lëreni Jezusin të vijë në zemrën tuaj. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Më lejoni ta them sërish. Perëndia ka për qëllim që jeta juaj e krishterë të jetë fantastike. Perëndia do që ju të kapërceni pengesat në jetën tuaj, të zbuloni rrugën dhe të vilni rezultatet e jetës që Krishti vdiq për t'ju siguruar. Një jetë e tillë fillon me besimin në Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, dhe vazhdon duke e njohur dhe i besuar fjalës së Tij. Prandaj nëse nuk e keni vendosur besimin në Krishtin dhe nuk keni rilindur përmes Tij, sot është dita kur ju mund ta bëni këtë. Hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse e keni marrë sot këtë hap besimi, ju lutem ndajeni vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo kish lokale, që të mund të rriteni në besimin tuaj të sapo gjetur. Zoti ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin dhe me zipres që takohemi sërish herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.